Përshëndetje miq të Radio Dugazhinit, kudo që jeni duke na dëgjuar. Do të jemi bashkë në vazhdim me emisionin Frontline. Epizodi i radhës flet për një çështje interesante, të veçantë, jo shumë të njoftun, pak misterioze, së paku për tregun edhe për Kosovën, për tregun ton. Do të flasim me një vajzë e cila profesion e ka infermierin. Tregu i saj i punës është globi, domethënë gjithë bota, ndërsa zyra e saj është ku të shëllon. Glenda Luta, freelancer. Përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E bona ose provova me boni përshkrim të shkurt të punës që e bën. Termi me cilin ju njohim është freelancer. Çka saktësisht i bën kjo? Me qenë freelancer nënkuptojnë që ti je më shumë bashkëpunëtor i personave me cilë punon. Nuk je domosdoshmërisht punëtori i tyre. Pra ti mundesh me punu prej kudo, në çfarëdo orare që ty të përshtatet, mjafton që puna me kanë e kryme. Ta jap një lloj fleksibiliteti, mundësia për zhvillim, mundësia me eksploru profesione të reja e shumë tjera. Por që ajo ideja që nuk je punëtor domosdoshmërisht i kompanive, je më shumë bashkëpunëtor i tyre. S'ki një kontratë me një kompani të caktuar, po mundesh me pas 10 kontrata në të njëjtën kohë me 10 kompani nga 7 kontinentet e botës. Po, sky is the limit. Sky, bila sky. Sky. Bila sky, po në këtë rast. Qysh ndodh kjo? Si funksionon? Qysh mirën i vesh? Si filloi gjithçka? Personalisht, unë kur e kom startuar rrugtimin tam, jem kanë të e lyp një punë, edhe gjatë studimeve. Jem kanë të lyp një punë që lidhet me infermierin, për shkak ke studiu? Pikërisht, po dhe jo. Domethënë lëpsha për infermieri, po tash unë isha në studime, nuk është që më isha shumë lehtë me depërtu në aspektin e infermierisë, kështu që shikojsha në vende të ndryshme ku më isha me ofru shkallësitë e mia, domosdoshmërisht u lidhet dhe me infermierin. Edhe pa të apliku në Kosovë mbi 80% puna sigurt. Mbi 80? 80 ose 100, po, në stop domethënë jam kanë të apliku. Edhe ka pas që më kanë ftu në për intervista, ka pas që e kom kalu disa procese të rekrutimet që kanë qenë, po asnjë rast ka rezultu suksesshëm. Normalisht që pata demoralizu pak, kështu që pa ta fillu me hulumtu edhe mu zhvillu paka shumë qëtë aspektin online. Tash infermieria me botën digjitale, tu se s'kan asnjë lloj lidhshmërie, po unë anglishtën e kom ditë gjithë shumë mirë, kom pas shkallësi kompjuterike, e kom ditë që muna më gjinë që çdo informatë që mu më dohet, unë me patjetër ku me ditë ku me lyp qatë informatë, edhe qështu pa ta startu. Janë disa platforma ndryshme ku ti mundesh me i ofru shkallësitë tua, Upwork është njëra prej tyre, ku unë jo fokusin më të madh, po informatat më shumëta që i ndaj janë për këtë platformë, edhe shumë platforma tjera. Bile nëse hen ai kush më lyp në disa platforma, sigurisht profili jam qëndron në shumë prej tyre se gjithçka mundesha me gjetë një punë. Edhe që atu pa ta startu. Kom fillu fillimisht si transcriber, domethënë kom pas për detyrë mi kopju thonat prej një vendi në një vend tjetër, që duket punë shumë e thjeshtë, edhe që s'ta merr meja që dikush mundet me pagu për këtë punë. Prej një aplikacioni ki fjallëm, ose prej një folderi në një tjetër, po e them kushtimisht, ke pas me bart informata? Klientet ju ka dasht me gjetë disa informata online. Tash janë kanë 2-3 faqe. Edhe unë për çatyne 2-3 faqeve kom pas me marr disa informata për kompani specifike, edhe që ato mi vendos në një Excel sheet, që duket edhe është shumë e thjeshtë për natyre. Edhe domethënë që ato kam startu, tani jam shku tu avancu dhe tu zhvillu. Qysh fillove? Qysh komunikove me ta? Si ka qenë kontakti i parë? Si e morë vesh? Si u morët vesh? Kontakti i parë ka qenë përmes platformës Upwork, domethënë pa ta apliku në disa puna, ajo ka njëra prej punave që më ka kthy përgjigje. Edhe më ka kërku më ka pyet nëse muna me kry qatë punën që ai vetë u ka pas nevojë, u ka një lloj testimi paraprak që e kom përfundu me sukses edhe ato kena vazhdu. Karakteristike e platformës Upwork është që kontrata lidhet direkt në platformë, që ka qatë lloj sigurinë e pagesës edhe mos me dalë probleme tjera pas
pas fillimit punës. Edhe çështu kanë komunikime, nuk u kanë perfekt, nuk është që kum ditë shumë mirë mu gjint, veçanërisht në komunikim me klientën, ka pas pjesë që për shembull e kum penalizu pak veten, kum punu për shumë ma pak pagesë sa mundin që e kum jap, po ka një dimes edhe një shtys shumë e mirë për mu zhvillu tutje. Pjesë e fillimit, që Pikërisht. përballesh edhe në një punë zakonshme. Paguash Pikërisht. më pak se sa ofron, po në anën tjetër edhe ti përfiton, sepse përvojën e ban aty. Pikërisht, unë për vete, do me thonë, unë infermerin e kom përfundu, edhe u ka një shtys shumë e madhe, një ndimes shumë e madhe për mu avancu dhe mu zhvillu tutje. Prej ato, kom fillu me punu si virtual assistant, prej virtual assistant jam promote në e-commerce manager, prej e-commerce manager në chief operation officer, tani jam specifiku në aspektin e Amazonës. Ta është konkretisht mirë vetëm me brendet cilat shesin në Amazon. Do më thonë ndihmon online brendet që shesin në Amazon. Po, pikërisht. Do me thonë komplet punën edhe veprimtarin tam, unë e përfundoj e kryj online. A ki edhe kontrata tjera? Lejohet me pas punë të tjera? A ka këso kushtesh si në kompani fizike, kur shkon që ki një marrëveshje me një medium për shembull, nuk mund është njëjtë në kohë me punu për 2 mediume. Tregu online, a e lejon me punu për ma shumë mediume, ose ma shumë kompani në fakt të konkurencës e njëjtë? Veç amon është. Apo, veç ambrin mi kry. Veç amon është mi kry. Janë disa elemente që të dush me pas parasysh. Nëse je full-time employee, do me thonë nëse punon për një kohë je full-time, do me thonë me një kompani, atëherë i ki disa kërkesa dhe limite që nuk i ki nëse je part-time me një kompani. Janë 2 terma, është termi freelancer edhe remote worker. Freelancer, do me thonë të s'ki orar punon kur dush, me sa kompani dush. Është termi remote worker, ku ti je punëtor i këtyre kompanive, vetëm se veprimtarin tonë e përfundon e krym prej shtëpisë ose ku dush. E vërtet. Tash nëse jena të remote worker, ti ki disa barriera dhe kufizime. Kufizimi më të madh që e ki është mos me punu me kompetitor. Ti mundesh me pas klient individual, për shembull nëse je tu punu me një agjenci, ti mundesh me marr klient individual, për shembull sellers ndryshëm ose klient ndryshëm, po jo me punu për agjenci tjera. Do me thonë veç është janë elementet vogla në kontrata që ti dush me pas parasysh edhe se ku qëndron ti me çdo kompani në cilat punon. Çfarë ndjenja është Blenda mos me pas zyre, mos me pas koleg, me punu virtualisht? Në fillim është goxha një ndjenjë e mirë. Se e ki një farë lirie shumë të madhe. Shpeshherë ndodh për shembull ku marrim mbledhje në pyjama, në shtriç ato online. Po mas një kohe e ndjen nevojën për mu rjetizu edhe mu familiarizu me tjertet. Edhe nëse ju domosdoshmërisht me pas kolegë tu, të paktën me pas një rreth individ që funksionon nëse e bajnë punën e njëjtë. Për çfarë arsye po besoj në Kosovë e kanë marrë një havë goxha të madh coworking spaces, ku individ i frekuentoj këto vene për me dalë dhe me punu, ose dalin kafe, ose diçka ngjashme sa mu distancu pak prej shtëpisë. I ka shumë benefitet e veta, veçanërisht nëse ti e ki një dhomë në shtëpi që e ki dedikume për punë. Po nëse e bën veprimtarin tonë, edhe flan çato edhe punon çato, atëherë është pak më problematik në sensin që ta ul pak produktivitetin në long term, do të thonë afatgjatë. E kuptoj. Përndryshe çka e bën të veçantë? Përveç kësaj fakti që ti mundesh me kry punë kudo që je, nuk i nevojë me anulu pushimet, nuk i nevojë me aranzhu pushime varësisht prej nevojave të kompanisë ose ngjashëm. Çka ka tjetër të veçantë? Pse duhet të rinjt ose të vjetrit me hy në këtë treg global? Janë 2 sana. Është fleksibiliteti, edhe mundësia për avancim. Mundësia për avancim. Do me thonë, janë 2 elemente që nashta jo domosdoshmërisht mundesh me i gjetë në kompani dhe korporatat mëdha nëse je fizikisht prezente në to. Fleksibilitetin në sensin që ti mundesh me punu prej kur dush, do me thonë, prej kudo që je, në çfarë do orare që ty të përshtatet. Po edhe në anën tjetër, në fleksibilitetin që ti mundesh me kriju hapësirë për sa në tjera brenda rutinës tonë ditore, edhe apet me mujt me kry punë, si je i kufizum çat aspekt. Në aspektin e mundësive është që nëse ti don mu avancu tutje, mu zhvillu tutje, me kriju biznes tonen, nëse ti don me zhvillu një shkallësi komplet re, e ki mundësin tepër të madhe për me mri këto. Plus, në shumicën e rasteve merr internship
do me thonë, me pagesë. Është diçka që ty të paguhet për me marrë një njohuri ose një shkallësi. Me shkollu. Po. Kompanitë e huaja, jam të po që edhe në kompanitë tona janë vetë të inkorporu këto shumë më shumë, po kompanitë e huaja kanë shumë që ato. Nëse të shohin që te ki një shkallësi, edhe te e ki vullnetin për mu zhvillu tutja, ata kanë me ta jo aptyqat informatë. Edhe nëse te nuk je full-time employee, punëtor me kod plot të ta. Çfar tregu ka, do më thonë, cilat janë profesionet më të kërkume në këtë lami? Profesionet më të kërkume domosdoshmërisht janë ato që lidhen me teknologjinë. Profesionet që lidhen programimin, kreativitetin, marketingun, profesionet që lidhen me ekonominë, biznesin, project management, e-commerce, e shumë tjera. AI tash, e shumë tjera. Një karakteristikë e botës online është që çdo herë sa të lind diçka e re, kanë me lind profesione të reja dhe kërkesa të reja. Për shembull, me kanë e-commerce assistant ose e-commerce manager nuk ka qenë kërkesë më herët. Është kërkesë e cila ka lind tash. Edhe nëse je non-stop në rrjeta me çka po kërkohet, e ke mundësinë me zhvillu këto shkallësi shumë herët, që atëherë kur vetë është u kriju çaja kërkesë. Megjithatë, kjo nuk do të thonë që profesionet e tjera nuk mundën me gjetë punë online. Kjo çka do të më pas parasysh është që ato shkallësi që ti ki, qatë eksperiencë që ti ki, qatë njohuri që ti ki, qysh mundesh me përshtat me botën digjitale. Unë tash kom fillu me publiku disa video në YouTube për me ofru një udhëzim hala ma qasshëm. Kanali jot me emrin tënd është apo? Jo, është me Nesja Freelance Hub. Nesja, biznesi që i ndihmon njerëzit që dojnë me qenë pjesë të tregut. Pikërisht, do me thonë, edhe jemi të ofru konsulta edhe mentorship, trajnime shumë ngjashme për persona të cilët dojnë të përtu. Kush kërkon ndihmë Blenda? A është ekskluzivisht kjo çështje e të rinjve? A mundën me qenë edhe më mosh njerëz? Nuk ka limit moshës. Do thonë nuk është që vetëm një i ri mundet me depërtu dhe një person më mosh nuk mundet me depërtu. Nëse e ki vullnetin, e ki eksperiencën ose vetë se je të dashur me gjetë një punë, me dojë mas mundesh me gjetë punë online. Pavarësisht moshës. Pavarësisht. Do thonë edhe nëse je të dalë në pension e je të lyp me kërku diçka. Ide shumë e mirë por sidomos për ata që janë në pension dhe ka nevojë 2-3 orësh në ditë me qenë produktive dhe me undje të tillë. Për ndryshe, Blenda, çush sillen këta punëdhënësit e botës digjitale? Mendoj që gjithkohë ka mirë edhe ka keq, ka sjellje të mira dhe ka sjellje të këqija. Një sen karakteristike e klientëve ndërkombëtar është që janë shumë profesional. Edhe çastën e kanë të jetë profesionale. Krejt çka duhesh te me ditë qysh me komuniku me ta. Qysh me arrit që me përçu qatë informatë që ti e ki, të ta mënyrën e duhur, edhe me marrë informatën e duhur për me mujt me kry punën. Na jena shumë ma drejt për drejt, se sa që janë shumica klientëve ndërkombëtar, veçanërisht amerikanë, për shembull me amerikanë duhet pak ma tortura se mi thonë sanat, po është diçka që te mëson edhe ambientohesh në vazhdimsi, qysh me komuniku me klientin, qysh me arrit që me i përçu nevojat e tua edhe informatën që Shpjegoj pak, Blenda, me ndaj shembull çaj bie kjo me qenë të drejt për drejt, me qenë të tërthartë? Po, po supozona se klienti ka bën një kërkesë e cila është outside scope of work. Do me thonë është jashtë asaj çka është në kontratë. Tash te ki dy zgjidhje, ose me thonë hey po e kry qëta, ose me thonë jo se kry qëta. Po çaja mënyra qysh e thu jo se kry qëta ka shumë rëndësi. Për shembull me thonë që kjo është jashtë kontratës sam, unë s'ta kryj. Do thonë nuk është një çështje që rekomandohet mu bë me klient. Ç'është do të më thonë? I thu që thank you for faleminderit që e ndove këto me mu, po e shoh që kjo është pak outside jashtë asaj që na e kemi diskutu, a ka mundësi a e ke menduar një buxhet që e përfshin edhe çet pjesë apo qysh qëndron që kjo aspekt që unë me mujt me jo ma të mirën tam për me kryqet punë. Do me thonë është këtë njëra se qysh ti qasë, është ti paka shumë informatën e njëjtë pe jap, vetëm se pe frazon në mënyrë profesionale. Në mënyrë profesionale. Po ndryshe në Kosovë me njerëz që bashkëpunojnë fizikisht, ka edhe të tillë që nëse i pyet sa është pagesa për çet kërkesë që ki, thotë sa ke menduar që me pagesa, se menduam që vjen kështu kombëtarisht. A ka kërkesa të tilla në botën digjitale online?
bizneset kudo që janë ka me dash me marrë më të mirën. Do me thonë ka me dash me përfitu mas shumëti. Kështu që ka instanca të tilla, po nëse shohin që ti nuk je të ofru që ata, me do mas që të përshtatën, ashtu janë shumë a shumë fleksibil në gjata sens se sa që mundën e qenë kompanitë vendore. Interesant, për ndryshe, a ka në moment që nervozohen ose bërtasin ose sillen keq vrasht që ndodh fatkeqësisht në kompani jo vetëm në Kosovë, besoj në Ballkan janë të shfaqura. Po, jo edhe shumë. Jo edhe shumë, që do të thotë ka. Po besoj që është më shumë çështje e individit ato në qysh mundet më sill, po mundet me pas po jo shumë. Të paktën jo nëse punon në kompani serioze. A ke pas ndonjë përvojë të tillë të ngjashme? Kom pas klient toksik, në sensin që se kam pas qasjen njashta jo drejt për drejt profesionale, kanë kërku shumë a shumë se sa që une ku mujt me kry, ose në kanë, do me thonë se ma kanë respektu shumë atë balancin jetë punë, në qatë sens. Po jo në bërtim, jo në passive aggressiveness, jo në sensin që me të ofendu ose me tuq. Po ka dhe prej atyne klientëve që për shembull dojnë me nxjerrë më të mirën prej teja, që është pjesë e biznesit, është pjesë e korporatës, për të arsye ti dush me ditë ç'më sill me ta. A ka si që thonë, unë po të paguaj edhe ti duhet me bësh atë thonë? Jo. S'ka. Jo, të paktën ndej qytetar s'kom rastis. A jo bo milionera ala Blenda? Jo. Sa përafërsisht, nëse nuk është sekret, mund të sillet paga, sa varion prej sa në sa mundet me fitu një freelancer brenda një muaji? Varet prej profesione që ti e ki, po një e mirë e madhe është që ti nuk paguash me normën e vendore, do me thonë nuk merr pagë qysh e merr një pagë në Kosovë, kështu që lirësh mundën me llogarit që mbi 1500 mundën me pagu online. Po varet 1500 muje. Muje, po e potencoj varet prej profesione, eksperiencës dhe njohuri që ki. Normalisht një person i cili nuk ka eksperiencë nuk mundet me startu me njëherë me shumat ndoja. Sa është limite, prap thash nuk është që ka limit, asaj që mund është me fituti online. Po varet prej individi, prej profesioni, prej eksperjenca. Programerat zakonisht fitojnë shumë a shumë, dizajnerat fitojnë koqa mirë, personat që merren me management, project management, accountants paguan tepër mirë. Po çaj është ashtu minimumi asaj që ti mund është me startu online. Me cilat vende ke pas mundësi me bashkëpunu Blenda, me çfarë nacionalitetesh, me cilat shtete, kontinente? Deri qytetar veç me japonez nuk më bashkëpunu hala. Veç me japonez. Do më thonë me krejt të tjerët. Me komplet të tjerët më ka ra me bashkëpunu. Veprimtarin ta më shumë e kom pas me Amerikan, do me thonë klientelin më të madhe kam në Amerikë, po edhe në Evropë. Ka ra edhe me Korean, me punu edhe me Bulgar, edhe me Turk, edhe me, do me thonë me se cili nacionalitet, i të vetë në dëri qytetar që s'm ka ra me bashkëpunu është me japonez, nështë pak pjesa e time zonës e ngjajshme, po do me thonë me gjitha nacionalitetit e tjera. S'ka naj farloj limiti ose kufizime, nuk është që klientët ta shpresin që ti me ditë ma pak, ose mos me ditë mos sill, veç pse je prej Kosova. Përkundër janë shumë të hapur me bashkëpunu me individ që janë prej Ballkanit A ka dallim në çësje në trajtim në mënyrën si komunikojnë këto që i diskutojnë përveç të qenit profesionist në atë që bëjnë, apo kjo e përkufizon krejt diskutimin edhe s'ka çka thuhet tutje? I vetmi dallim është në paga që ofrohen. Ndryshe paguhet një Amerikan, një Gjerman, një person që është në pjesë e Western World është në botës perëndimore, ndryshe paguhet një person prej Ballkanit. Nuk mundesh më pagu si një Amerikan, se lokacioni jëtë ta jep që atë lloj kufizime për që i thojza, po që është shumë ma i mirë se sa çka ti mundesh me fitu në vendin tënd. A ka shumë persona që zhvillojnë këtë aktivitet në Kosovë, Blenda? A ka një rjet, a ka një numër, një bashkësi, le ta quajmë një vend ku jo mblidheni, diskutoni?
E jam të e pa që është u rrit shumë a shumë kërkesa për me punu online, ka shumë individ që punojnë. Unë në fillim nuk është që kum njoh shumë njerëz, tash një shumë a shumë freelancers, njerëz që punojnë online. Është një grup në Facebook, Upwork Kosova, ku e di që ka shumë individ që marrin informata për freelance dhe është si lloj komunitetin vetë ashtu, edhe kemi pjesën e nestjes. Do të thonë që jemi tu mundu me kriju një komunitet pak më supportiv, me jap çdo informata për krejt. Po numër saktësisht sa është në Kosovë nuk e di, vetëm se e di që është në rritje. Shteti të intereson shumë që kjo pyetje, të bëhet për fond krejt. A paguajnë tatime freelancerat? Unë paguaj. Ti janë rregull, domethënë për të tjerët të marrë pozicion. Ata që një paguajnë tatime, është një rekomandim që unë e jap për secilin që fillon me punu online. Çdo pare kanë me ti në Kosovë, kështu që me doja më si e obligu me pagu tatime. Glenda, faleminderit shumë. Kaq kishim kohë, ishte shumë kënaqësi me bisedu bashkë. Faleminderit shumë për ftesën, ka shumë kënaqësi. Faleminderit edhe ju të nderuar dëgjues, do të takohemi sërish të shtunën e ardhshme.